Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë detyrim paraqitje për 14 arrestuarit në protestën kombëtare të opozitës më 10 shkurt. E njëjta masë u caktua edhe një ditë më parë për 7 të miturit arrestuar. Për arrestimet e protestuesve folën avokatët pas vendimit të gjykatës. Ata zbulonin dhe prapa skenat kryesisht me organin akuzës dhe theksojnë se 2 nga personat e ndaluar janë me aftësi të kufizuara. Ne shkuam atje dhe kërkuam të njihemi me dosjen, gjëja e parë që kërkuam të njihemi me dosjen, pasi organi akuzës erdhi aty me masa shtrënguese të ndryshme, u kërkua arrest me burg për 2 protestues, arrest shtëpie për 3 të tjerë dhe detyrim paraqitje për 9 të tjerë. I kërkuam organit akuzës të njiheshim me provat, sepse nuk kuptonim se si kishte vepruar organi akuzës dhe pse masat shtrënguese ishin të karakterit të ndryshëm për të njëjtët persona. Pasi u njohëm me dosjen, unë dhe kolegët e mi Adriana dhe Mara shipam dhe konstatuam që aty nuk ishte asnjë provë, nuk kishte edhe provë specifike që identifikonte njërin më shumë se tjetri apo veprimin konkret që kishte bërë një dhe se kishte bërë një tjetër dhe nuk kuptonim se ishin kërkuar këto masa. Në fakt, përgjigja pastaj na u dha nga organi akuzës dhe për ata që kishte kërkuar detyrim arrest me burg dhe arrest shtëpie, fakti dhe prova më e rëndë ndryshe nga të tjerët ishte se këta identifikoheshin si persona që merrnin gjithmonë pjesë në protestat e opozitës. Pra, krimi që këta kishin bërë më shumë se tjerët ishin që këta ishin persona shumë aktiv që gjithmonë konstatohej që merrnin pjesë në protestat e opozitës. Kjo kundërshtuam me forcë nga ne, pasi kjo është e turpshme, që të mendosh që një person duhet të ketë një masë shtrënguese më të madhe sepse merr pjesë në protestat që organizon opozita, por në çdo lloj proteste kur protesta është një e drejtë e sankcionuar me kushtetut. Kjo pastaj nga gjykata nuk u pranua dhe atëherë gjykata mendoi që mori një vendim të drejtë për sa i përket caktimit të masave detyrim paraqitje, pavarësisht se ne nuk jemi dakord me vendimin. Do të apelojmë sepse në këndvështrimin tonë duke pat parasysh që nuk ka asnjë provë, nuk ka asnjë veprim konkret që lidh veprimin me njërin prej personave, atëherë ne mendojmë që arresti në flagrancë duhet konstatohet patjetër i paligjshëm dhe për këtë do t'i drejtohemi gjykatës apelit. Krimi më i madh sipas policisë dhe organit të akuzës ishin se këta shtetas kanë protestuar për Partinë Demokratike, madje 2 prej tyre janë evidentuar si protestues të rregullt. Ndërkohë, unë doja të denoncoja një rast flagrant, sepse edhe në letrat e paraqitura nga policia e shtetit, por edhe nga prokurorja në seancë, evidentohet një mlef ndaj protestuesve, ndërkohë që 2 nga personat e ndaluar janë 2 persona të cilët janë me aftësi të kufizuar dhe kanë nevoja të posaçme për jetën e tyre. Njëra nga personat e ndaluar për cilën fakt me keqardhje konstatojmë që prokuroria kishte kërkuar arrest në shtëpi, siç është zonja Suzana Dimushi, është e njëjta zonjë që në protestën e 24 janarit është plagosur nga policia e shtetit dhe është e njëjta zonjë ku ditën e protestës me datë 10 shkurt në ora 1 të drekës është kontaktuar nga ajo sepse policia e shtetit në shkelje të plotë të detyrës të ligjit kushtetutës ka shkuar në banesën e zonjës dhe ka kërkuar ta shoqëroj në komisariat për gjithë periudhën e protestës pa një vendim gjykate dhe pa një urdhër të prokurorit. Pra, kjo është një tentativë shumë e ulët e policisë shtetit, e organit akuzës për të friksuar qytetarët, demokratët për dalë në protest. Pas vendimit të gjykatës, foli edhe nënkryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Luciano Boçi. Ai u bëri thirrje të rinjve të bashkohen me të rinjt që u arrestuan nga policia në protestën e opozitës. Pasi ka treguar integritet për mendimin tim, sepse i ka rezistuar këtyre presioneve. Dhe ajo që vëre unë është ky lloj cinizmi dhe agresiviteti i Ramës ndaj trive. Ata 3, pjesa më e madhe, sot ndoshta duhet ishin duke festuar me dashurat e zemrës tyre, se është ditë rinie dhe pushteti Rama ju ofron vetëm urrejtje, duke menduar që do t'i friksoj, do t'i trysnoj, do t'i bëj që ata mos jenë në protestën e radhës, por tjetë i bindur që këte urrejtje do t'a marrë shumë fish si goditje, si protestë, si mlef, si revolt, pikërisht
nga 3 dhe qytetarët. Prandaj thirrja ime është e qartë, unë ftoj të gjithë 3 dhe 3-at t'i bashkohen kolegëve tyre. Këta janë heroj, janë njerëz guximtar se luftojnë kundër padrejësisë. Kujtojmë se prokuroria ka kërkuar vendosjen e masave të sigurisë, 2 arreste me burg, 3 arreste në shtëpi dhe 9 detyrim paraqitje për protestuesit arrestuar. Por gjykata hodhi poshtë kërkesën e prokurorisë dhe vendosi masën e sigurisë detyrim paraqitje për 14 arrestuarit në protestën kombëtare të opozitës më 10 shkurt.